Infermieri shqiptar që revolucionoi sëmundjen e epilepsisë. Po, dëgjojeni me vëmendje. Madje unë dua të shtoj që këtë video duhet që ta shikojnë të gjithë shqiptarët dhe do t'ju them se përse. Së pari, duhet ju këshilloj kush nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish, nuk ju kushton asgjë dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Po thoshja që duhet ta shikojnë këtë video të gjithë sepse duhet të dini që informacioni është tepër i rëndësishëm, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Duhet të dini që në të gjithë Ballkanin, Shqipëria është nga vendet e para, mos themi vendi i parë me sëmundjen e epilepsisë të përhapur. Pra është më e përhapur se në vendet e tjera. Dhe pyetja është pse? Unë nuk po zgjatem në këtë sepse është një diskutim tepër i gjatë dhe tepër kompleks dhe nuk po zgjatem në këtë. Por kush e kupton dhe kush ka lexuar e di shumë mirë se përse bëhet fjalë. Tani tjetra është që kjo histori që më keni dërguar ju është një histori që unë do flas normal në disa momente dhe pa emra, por duhet që ta njihni të gjithë sepse siç ju thash në trojë shqiptare është shumë e përhapur sëmundja e epilepsisë dhe të jesh i informuar sot është tepër e rëndësishme. Diku në Malësi jetonin dy motra. Dy motra që duheshin shumë. Motra e madhe u martua. U martua dhe bëri fëmijën e parë, pastaj dhe një fëmijë të dytë. Por erdhi momenti i lëvizjeve, pra pas në momentin në vitin 1990 dhe në 91-shin, njëra nga motrat, pra e vogla, e mori dikush, e mori që e çoi jashtë, me shpresë që do ta punonte në rrugë. Ndërkohë, motra tjetër e madhja ishte shtatzan në fëmijën e tretë. Dhe pas 2 vite e gjysmë, motra e vogël e çua në Turqi, motrën e vogël. Dhe aty ajo gjatë asaj kohe, pra kur u nis, kishte mbetur shtatzan. Dhe ata që e morën e rrahën kaq keq, saqë ajo për pak vdiq. Për pak, sepse pati probleme dhe nuk mundej nga i moment që i hoqën fëmijën që kishte brenda, sepse si thash ishte shtatzan, nuk mundte që të lindte më fëmijë. E provoi disa herë, por nuk mundej. Në atë kohë e nxori nga rruga një zotëri nga Turqia dhe e mbante me të vërtet dhe e mban akoma sot me të vërtet si një lule. Dhe ky zotëri nga Turqia e çoi për ta kuruar, e çoi gjithandej ishte e pamundur që të bënte fëmijë. Dhe një herë teksa u kthye në Shqipëri, shkoi tek motra e madhe. Motra e madhe kishte 4 fëmijë dhe i kërkoi motrës së madhe një nga fëmijët. Motra i dha fëmijën e tretë. Pra ishte ai fëmijë që ajo kishte mbetur shtatzan kur motra e vogël iku. Dhe ai fëmijë kishte probleme sepse ishte me epilepsi. Dhe motra i tha, motra e vogël i tha, shiko, më jep një të saktë, i tha, mos më jep këtë të smurin. Nëse do, i tha, merr këtë, i tha motra. Sepse ajo mendonte që ndoshta mundej dhe ta ndihmonte. Dhe kështu, si përfundim, motra e vogël i tha, më prit pak, tha, derisa ti iki, tha, më lër tha që të mendojmë. Dhe përpara se të largohej, i tha dhe burrit, foli me të dhe ai tha, le ta marrim. Dhe kështu bën. E morën dhe çuan në Turqi. Mirpo, kur arritën, i tha motra e vogël, me fjalë tezja, i tha djalit, nëse do sillesh mirë, i tha, unë tha, do bëj të pamundur për ty, tha, do të mbaj tha si djalin tim. Por po bëre gabime, tha, unë do të çoj tek nëna jote, tha, në Shqipëri. Dhe djali kishte frikë se mos e çonte sepse aty kishte çdo gjë, kishte lodra, kishte gjëra që s'kishte se ishin shumë të varfër në Shqipëri. Dhe kishte çdo gjë. Dhe aty ishte fëmia i vetëm. Bënte çfarë i dëshqejfi. Dhe me kalimin e kohës, po ambientohesh shumë mirë aty. Një ditë, sepse kaloi një vit e gjysmë, parafërsisht 2 vite, duhet ktheshin në Shqipëri. Dhe në moment që do ktheshin në Shqipëri, ai e dëgjoi. Pra fëmia e dëgjoi do ktheshin në Shqipëri. Dhe duke qarë i thot tezës, se i thërriste nën. Nën i tha, po pse do më çosh në Shqipëri, tha. Mos bëra gabim, se kështu ishte thënë ajo. Jo, i tha, ne do shkojmë ta për vizitë, tha. Të shkojmë, tha, se kaloj kohë, tha, të shkojmë për vizitë. Po si kur të më shikoj nëna ime, atje, ajo nëna tjetër, dhe ajo të më marri mua, pastaj të më thotë mos ik më, nuk do ikësh më.
Po ti çfarë do që të bësh, i tha Tezja. Unë nuk dua të vita se kam frikë. Mirë tha ajo, mos hajde. Kur shkuan në Shqipëri, i tha të motrës, shiko, ai po kurohet, tha, e lash atje. E mirë, i tha ajo, dhe vazhdoi punën. Dhe kështu kaluan vite. E futi në shkollë, sepse ai aty u fut në shkollë, por e futi në shkollë, pastaj shkollë të mesme për infermieri. Dhe djaloshi i thoshte, unë dua që kur të rritem, të mësoj shumë gjëra që të kuroj veten, sepse jam i smur dhe pastaj të kuroj edhe të tjerë. Dhe mirë po, me kalimin e kohës, ai po bëj më mirë, sepse Tezja e trajtonte jo vetëm, jo si djalin e saj, por e trajtonte si një mbret. Dhe ai bënte çdo gjë. Dhe ajo i thoshte shpeshherë, shiko, sillu mirë, i thoshte, sepse me njerëzit, me çdo gjë, sepse jeta është shumë e çuditshme, të rikthehet çdo gjë. Dhe kështu edhe ky i shkreti mundoi me të gjitha mënyrat që të ishte perfekt. Dhe aty në infermieri, meqense kishte po studionte për infermieri, kuptoi disa gjëra të rëndësishme dhe filloi që të studionte pikërisht për sëmundjen që ai kishte, pra për epilepsinë. Dhe nga aty, pikërisht nga ky djalosh, mjekësia turke mori disa informacione të vyera, sepse fal asaj dashuri dhe asaj mënyre që bënte Tezja me të, djali ishte reduktuar në 80% sëmundja e epilepsisë. Nuk e di e kuptoni apo jo. Pra në 80% që do të thotë që në qoftë se ai i binte sëmundja e epilepsisë një në javë, e zëm, në të gjithë vitin i binte një herë ose dy herë, në qoftë se ati i binte një në javë. Me fjalë, kishte përmirësime jashtëzakonisht të mëdha. Dhe djaloshi e kuptoi këtë gjë. Pra s'kishte nevojë për pastika, sepse do t'ju them, ndaj i thash që në fillim që do t'ju duhet kjo video për t'ju informuar. Shumë njerëz marrin pastika, por nuk e dinë që ato pastikat që marrin këta me sëmundjet e epilepsisë janë vetëm për të qetësuar trurin. Po, nuk janë gjë tjetër. Nuk po them se janë placebo, pra merr vetëm ujë me sheqer, jo. Por janë për të qetësuar trurin, pra qetësojnë trurin. Atëherë ti nëse gjendesh, nëse fëmia gjendet në një ambient të qetë, të dashur, je dhuron dashuri dhe t'jep dashuri, ai ja ka hedhur. Bile në këtë formë, ashtu siç e ka treguar dhe ky zotëria, dhe që e morën edhe mjekët turk, ata kanë kuptuar që dashuria dhe insistimi që ti duke kontrolluar vetveten, por njëkohësisht të kontrollojnë dhe ty, pra statusin emotiv, ti mund edhe të shërohesh 100%. Kjo është faktike. Ka ndodhur në vende të tjera, jo në Turqi, por ka ndodhur edhe në vende të tjera. Por ç'është e vërteta, djaloshi sot është infermier dhe sot të gjithë në Turqi, të gjithë njerëzit që e njohin i flasin mjek ose doktor. Doktori që ai është infermier, sepse mbaroi për infermieri, doktori që u dha ide mjekëve të Turqisë për sëmundjen e epilepsisë. Pra, kush është thelbi i kësaj videoje? Duhet të dini që dashuria është gjëja më e madhe. Nuk është vetëm për epilepsinë, por është edhe për çdo sëmundje tjetër. Është edhe për të qenë mirë në një familje, për të jetuar mirë, qetë dhe jo vetëm burrë e grua, por edhe fëmijët. Sepse kur dhuron dashuri, merr dashuri dhe shpërndahet dashuri. Kështu që e njëjta gjë ndodh edhe me epilepsinë. Pres komentet tuaja, kush ka probleme me epilepsinë të shkruaj këtu, kush ka fëmijë, kush urinj, miq që po shoh, dhe duke e diskutuar së bashku, padyshim do gjejmë një zgjidhje që t'i ndihmojmë më shumë ata që kanë probleme të tilla. Ju falenderoj që jemi për bashkë, ju përqafoj. Natën.